Këtë kuvendit zgjedhor? Ndoshta krejt këto probleme është dashur më zgjidh më herët gjatë periudhës sa ka pas kohë edhe që kryetari ka pas atë mandatin e tij për me rregullu gjithçka edhe me aspektin e ministrisë. Për shkak se gjithmonë disa gjëra po na vinë te ndoshta në momentet tona më të mira, po flas unë në lidhje me kombëtaren, po flas në lidhje me gjithçka tjetër sa i përket futbollit ose pjesës jashtme që na e shohim. Atë që na e shohim, kem ndërtu këgja mirë me kombëtarët tona, me zinxhirin e kombëtarëve U21, U19, 17, gara, gjithçka tjetër, dhe tash kjo pjesa e ligjeve dhe statuteve të federatës ose pranimit nga ana e ministrisë, unë mendoj që është dashur më zgjidh me kohën që të ketë edhe kundër kandidat, të ketë edhe ato nënshkrimet apo të rregullohet kjo pjesa e legjislaturës. Megjithatë, jo ndoshta deri në këtë pikë edhe të arrihet ndoshta deri te një bllokadë e zgjedhjes apo kthimit në pikën 0, siç tha edhe parafolsi. Gjithçka që po e ndërtojmë me shumë mund edhe me këtë entuziazëm edhe me këtë energji që kem, po rrezikojmë se e dim shumë mirë që politika nuk guxon të përzihet në sport dhe në momentin që ka përzierje rrezikojmë edhe të përjashtohemi nga në këtë rast kush duhet të kërkojë